Edhe pse Aleanca për shqiptarët u largua fillimisht nga Vleni e më pas edhe nga qeveria, zëvendës kryeministi dhe njëherësh e njëri ndër krerët e Vlenit, Izet Megjiti, thot se për momentin qeveria ka shumë instabile dhe tashmë sipas tij ka numër të njëjtë të deputetëve. Megjiti tha se edhe në pjesën shqiptare ka legjitimitet dhe numër të njëjtë, pasi siç tha, edhe Pataravarin kanë 13 apo 14 deputet. Në pyetjen e gazetarëve se nëse ato do të veprojnë si pjesë e grupit të deputetëve të Vlenit, Megjiti theksoi se një pjesë janë nga shumica dhe nga Fronti Evropian dhe tha se do të kenë mbështetje për qeverinë. Asnjëri nga faktorët brenda Vlenit nuk mund të thotë se i ka ato 107.000 vota në xhep, sepse ka vota edhe të kahëzuara drejt opozitës, të cilët dolën të votojnë për ndryshim dhe shpresë. Kaloi në anën tjetër Taravari, por jo edhe i tërë subjekti politik. Këto ditë e shihni se ka tensione, ka mendime të ndryshme, tërhiqen anëtar të shquar të Aleancës për shqiptarët dhe mendoj se shumica e anëtarësisë së Aleancës për shqiptarët do të mbetet në Vlen, sepse ata kontribuan për fitore dhe për këto ndryshime dhe nuk do të lejojnë për shkak të interesave personale të kthehen tek Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkaq, Megjiti kumtoi se këto ditë janë në negociata për disa opsione politike për resorin e shëndetësisë pas largimit të Arben Taravarit dhe në bazë të asaj ai tha se do të japin propozim të ri për ministër. Mendoj edhe për individ të tjerë, grupe, subjekte politike të cilët janë jashtë Vlenit në kuadër të Frontit Evropian, të cilët janë opozit dhe ndoshta do të kalojnë në anën tjetër. Megjithatë, kreu i LD-s nuk saktësoi nëse kjo do të thotë se po negocion edhe me Zjadin Selën, lideri krau të Aleancës për shqiptarët, e cila është pjesë e Frontit Evropian të kryesuar nga BDI, për të cilin është folur shumë në opinionste pas largimit të Taravarit. Sela dhe partia e tij ka gjasa t'i bashkon shumicës qeverisëse. Negociojmë me disa dhe do t'ju njoftojmë kur do të ketë rezultate konkrete, sigurisht javën e ardhshme, u shpreh Megjiti.